Padyshim që themelimi i kreshmës ose i agjërimit, fakt, është një institucion hyjnor. Në Gjenezën ne mësojmë që Zoti, mbasi krijoi gjithçka, i tha njerëzve të parë që hani nga të gjitha frutat, por jo nga ky frut. I vendosi një kufizim. Dhe kufizimi ishte jo për t'i dënuar ato, po për t'i ndihmuar që për t'u përmbushur. Dhe gjithë legjislacioni në kuptimin e vjetër shikoi si diçka ekskluzive nga Zoti. Dhe kur e themelonin ose diçka bënin njerëzit, përsëri ishte sipas mësimit të Zotit kjo gjë, që do thotë që ligjin kryesor e bën gjithmonë Perëndia dhe njerëzit bënin aktet nënligjore, zbatimin e këtij ligji. Kur flasim tani për kreshmën e madhe, kjo ka një histori. Agjërimi ka qenë pjesë e gjithë historisë njerëzimit. Të gjithë fetë kanë agjërime në forma të ndryshme. Agjërimi i kreshmës madhe, kreshma madhe, ka dhe një zhvillim historik. Fillimisht, agjërimi ishte në 2-3 ditët para, duke filluar nga e premtja, dhe prisnin gjallin e Zotit, dhe agjërimi është kuptuar gjithmonë si një përgatitje. Jo si një mjet në vetvete, është një mjet për të arritur një qëllim tjetër, sepse agjërimi të ndihmon shumë që të fokusohesh. Edhe kreshma e madhe u zhvillua në bazë të kësajt, fillim 3 ditë, pastaj 1 javë dhe pastaj 40 ditë, dhe ne dimë që numri 40 ka një kuptim simbolik, ka kuptimin e një përmbyllje të një kohe të caktuar, të një cikli. 40 vjet u end Izraeli në shkretir, 40 ditë agjëroi Zoti, 40 ditë agjëroi Elia. Kemi shumë raste të tilla. 40 ka numrin simbolik të përfshirë një cikli. Dhe kjo ishte sepse katekumenët përgatiteshin për pagëzimin. E gjatë kësaj kohe, gjithë kisha agjëronte, kreshmonte, duke u lutur. Dhe më vonë agjërimi u shtrit tek të gjithë njerëzit, jo vetëm thjesht tek për përgatitjen e katekumenëve, po të gjithë ato, me kuptimin si një periudhë përgatitje. Cikli liturgjik i kishës është një udhtim. Një simbol dhe një praktik e udhtimit të jetës tonë. Jeta është një udhtim në vetvete. Dhe nëse ne humbim të përqendrim të jetës si një udhtim, padyshim që do humbasim dhe qëllimin e jetës tonë. Dhe ne nuk mund të kemi dot një udhtim nëse nuk kemi një destinacion përfundimtar. Besimi jonë na mëson që jeta është një udhtim, dhe një udhtim dhe qëllimi final është takimi me Zotin. Se është kungimi me Zotin e gjallë ditën e Pashkës. Prandaj dhe periudha e triodit është një periudhë shumë e rëndësishme, se është periudha më intensive e vitit liturgjik. Kështu që agjërimi në vetvete është një institucion hyjnor, po padyshim duke qenë hyjnor, është dhe një institucion dhe njerëzor, ashtu siç kisha, që është një institucion hyjnor o njerëzor, themeluar nga Zoti, po ku marrin pjesë dhe njerëzit. Kështu që dhe agjërimi duhet parë në këtë formë si një mjet shumë i rëndësishëm për përgatitjen tonë për diçka shumë të rëndësishme. Prandaj dhe në kish, jo vetëm Pashka e Madhe, që është më kryesorja dhe ka agjërimin shumë të gjatë, po çdo ngjarje shumë e rëndësishme paraprihet nga agjërim. Kemi një agjërim pak më të lehtë, një kreshmim pak më të lehtë për Krishtlindje, kemi për festën e apostujve, kemi edhe për fjetën e hyjlincës. Sepse këto periudha përpara festimit janë një periudhë përgatitje për të kuptuar. Ne nuk mund të shkojmë në takim me Zotin pa qenë të përgatitur. Madje ne kemi edhe një kreshmim para çdo liturgjie. Kjo në vetvete nuk është në kuptimin magjik, sepse po të kesh ngrënë diçka prishet kungata, po është në kuptimin e një përgatitje që duhet përgatitur.
S'mund ta presim Zotin e pa qenë të përgatitur. Prandaj dhe agjërimi mund të themi që është një institucion hynor, po padyshim është dhe një pjesëmarrje e njerëzve, sepse institucionet që ka themeluar Zoti janë për ne. Siç thamë dhe më parë që kreshma është një periudhë përgatitje. Dhe përgatitja nuk është vetëm thjesht përgatitja nga ushqimi, sepse duhet jemi edhe shumë të kujdesshëm kur themi për kreshmën. Padyshim që dhe mënyra se si e shikon Kisha Ortodokse personin njerëzor është shumë e rëndësishëm. E shikon si një trup edhe shpirt së bashku. Thënia klasike në ortodoksi që një shpirt pa trup është një fantazm, dhe një trup pa shpirt është një kufam, dhe thot pikërisht këtë gjë që një person është ka trupin dhe shpirtin. Dhe në këtë agjërim, edhe në këtë kreshmim duhet marrë pjesë i gjithë personi njerëzor, trup dhe shpirt. Që thot kufizimet sepse janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, dhe ato ndikojnë njëra tjetrën. Ne kreshmojmë që kësaj periudhe, por kreshmimi nuk është vetëm thjesht nga ushqimet. Madje kreshmimi vërtet është nga gjërat e tjera më të thella shpirtërore. Gjithë thetrit e kishës kanë porositur, dhe kisha porosit vazhdimisht, që nuk mjafton vetëm të kreshmojmë nga ushqimi, po duhet kreshmojmë nga gjërat e tjera, duhet kreshmojmë se thosh nga mëkati, syt nuk duhet shohin gjëra që s'duhet të shohin, veshët nuk duhet të dëgjojnë gjëra që s'duhen dëgjuar. Është gjithë personi njerëzor që merr pjesë në këtë gjë. Dhe në jetën shpirtërore lutja është një diçka jashtëzakonisht e rëndësishme. Dhe lutja nuk është vetëm thjesht kërkesë, po ka dhe një pjesë kërkesë. Lutja mund të jetë një falënderim. Lutja ka elementet e pendimit, kur ne kërkojmë Zotit që të jetë zëmbërdhëmshur kashi mëkateve tona. Lutja ka një dimension të gjithanshëm dhe një shpirt i vërtet është një shpirt që lutet. Lutja është jo vetëm thjesht duke thënë disa fjalë me buzët tona, po është një gjendje shpirtërore. Një shpirt që është kungim me Zotin e gjallë, është një shpirt që është i ndezur, i flakëruar nga lutja. Lutja është një element shumë i rëndësishëm gjatë kreshmës. Prandaj dhe gjatë kreshmës gjithë shërbesat janë pak më të gjata. Pasdarka është më e gjatë, gjithçka tjetër është më e gjatë, dhe nëse nuk shoqërohet kreshma me lutje, atëherë mund të krijojë probleme. Atëherë mund të krijojë probleme, njerëzit mund nervozohen, nuk mund të jenë të përqendruar, nuk mund të jenë, por nëse shoqërohet me lutje, padyshim që vjen një lloj ndriçimi më i thellë shpirtëror. Kreshmimi e ndihmon njeriu shumë, sepse është një periudhë meditimi dhe është një periudhë për të parë realisht se kush jemi ne. Gjithmonë ndodh, njerëzit shpeshherë krijojnë një pseudo vete. Atë që duam ne të jemi, ose atë që mendojmë ne se jemi. Jo realisht për të parë veten tonë të vërtetë. Për të parë veten tonë të vërtetë, ne duhet të shikojmë në pasqyrën e Ungjillit dhe në pasqyrën e mësimeve të Kishës. Dhe gjithë pjesët e Ungjillit që vendosen gjatë kreshmës madhe, përpara dhe gjatë kreshmës, pikërisht na bëjnë ne që të shohim më mirë se kush jemi ne vetë. Të dallojmë që çfarë gjërash ka që nuk shkojnë mirë brenda nesh. Prandaj dhe Kisha ne na përgatit me të dielën e Zakeut, të fariseut dhe të publikanit, pikërisht për ta mësuar ne që t'i largohemi një lutje si të fariseut. T'i largohemi një mendimi që unë nuk jam si tjerët. T'i largohemi një zemre krenare. Dhe duhet ta përsërisim vazhdimisht, sepse këtë na thotë edhe shkrimi i shenjtë, siç thotë tek Proverbat, që një zemër krenare është e papastër përpara Zotit. Për sa kohë që mendojmë se jemi më të mirë se tjerët, diçka nuk po shkon mirë tek ne. Shenjtorët ishin pikërisht ata njerëz që kuptuan që diçka nuk shkonte mirë brenda tyre. Kuptuan që ishin të smur edhe kërkuan mjekimin. Dhe mjekimi është pikërisht Ungjilli. Dhe praktikuan mjekimin dhe u shëruan, që do thotë u shenjtëruan. Sepse një njeri që nuk mendon se është smur nuk e merr mjekimin. Prandaj periudha e kreshmës është një periudhë meditimi për të kuptuar realisht shpirtin tonë, e për të kuptuar gjithçka që nuk shkon mirë tek ne. Parë me sytë e njeriut, shpeshherë mund dalim shumë të drejtë, po me sytë e Zotit ndoshta nuk dalim të drejtë. Dhe kërkohet një përulësi, që kreshmimi e ndihmon dhe përulësinë. Kërkohet një zhvillimi, një dëmshurie brenda shpirtit tonë, mos gjykojmë të tjerët, sepse shpeshherë
ne jemi gati për të gjykuar tjerët. Nëse realisht ne kuptojmë që diçka nuk shkon mirë brenda nesh, dhe ne kërkojmë ndihmën e Zotit dhe hirin e Tij për ta forcuar, nuk do rrim duke gjykuar tjerët, por do përqendrohemi, do fokusohemi tek ne. E duke u fokusuar tek vetja, padyshim që edhe raportet ndërmjet nesh dhe njerëzve tjerë do përmirësohen. Thënia e famshme, që është thënë vazhdimisht në kish, formuluar nga shenjtor të ndryshëm në forma të ndryshme, qëndron vazhdimisht. Bëj paqe me veten tënde e do kesh paqe me të gjithë të tjerët. Një shpirt i trazuar nuk mund vendosi dot paqe me të tjerët. Prandaj edhe kreshma është një periudhë për të gjetur një lloj paqe të brendshme, për të penduar për gjëra që nuk shkojnë mirë brenda nesh, edhe për të lutur Zotit që të japi hirin e Tij të ta forcojë akoma dhe më shumë. Sepse nëse ne nuk do përmbushim atë për cilën ne jemi krijuar, gjithçka tjetër nuk ka kuptim. Kreshma është një ndihmës jashtëzakonisht e madhe dhe është një nevojë jashtëzakonisht e madhe, ashtu si një smur që ka nevojë për mjekimin dhe mundohet ta gjejë mjekimin kudo që mund gjendet, ashtu dhe ne duhet ta presim kreshmën si një nevojë shumë të madhe, jo si një lloj detyrimi, si një lloj barre që vendoset duke u lutur që të mbaroj sa më shpejt, ose duke gjetur justifikime të ndryshme për ta shmangur. Duke shmangur mjekimin ne nuk ndihmohemi. Duke e marrë mjekimin ne ndihmohemi. Unë mendoj, dhe kur them unë mendoj, është kisha që mendon, ose eksperienca shekullore e kishës, që është e kundërta. Kur han më tepër se duhet, ndoshta nuk lutesh dot. Është pamundur të lutesh pasi të hash 2-3 përzolla, të pish dhe 1 litër verë dhe të lutesh më. Kreshmimi e lehtëson mendjen e njeriu, e ndriçon akoma më shumë. E bën atë që të jetë më i përqendrueshëm në lutje. Po padyshim lutja nuk është aq e lehtë. Kërkon një praktikë shumë të madhe. Shpeshherë ju them njerëzve, i kam thënë vetes që për të parë realisht gjendjen tonë shpirtërore. Edhe sikur të thuash lutjen aty ynë, ju them unë. Provoje ta thuash lutjen aty ynë, duke e pasur mendjen në çdo fjalë. Nuk është e lehtë, nuk bëhet. Mendja prapë fluturon. Nga 2 arsye. E para, sepse ne nuk jemi praktikuar me lutjen. Dhe e dyta është që i ligu nuk do që ne të lutemi. Gjithmonë do mundohet që të shpërqendroj. Kreshmimi ndihmon në këtë gjë. Një trup që është më i dobësuar, është më i prirur drejt lutjes. Dhe mendja e tij është më e qetë, më e ndritshme. Nuk është e çoroditur. Por të gjitha këto kombinojnë me njëra tjetrën. Nuk janë si 2 sektorë të veçantë. Këto duhet shoqërojnë gjithmonë njëra tjetrën. Lutja shoqërohet me kreshmimin, kreshmimi shoqërohet me lutjen, dhe këto të dyja shoqërohen me veprat mira që bëjmë ne, ndihmesa për njerëzit që kanë nevojë, dhëmshuria për të tjerët. Të gjithë virtutet janë të lidhura me njëra tjetrën, nuk janë si sektorë të ndarë, sepse shpesh njerëzit i shikojnë si të ndara. Për shembull, sikur lutja është diçka tjetër, kreshmimi diçka tjetër. Këto ndihmojnë njëra tjetrën dhe formohet një lloj ritmi që quhet një ritëm i dyfisht. Lutja ndihmon kreshmimin dhe kreshmimi ndihmon lutjen. Madje nga studimet që janë bërë më përpara, njerëzit që banin kreshmimin, po për arsye të ndryshme, ishin punë, nuk ishin shumë kohë për të qenë në shërbesat, bëheshin nervoz. Humbisnin përqendrimin. Ndodhte e kundërta. Një kreshmim pa lutje bëhet që nuk përqendrohen. Dhe ndoshta kjo përshtypje është krijuar nga njerëzit që kreshmojnë dhe luten shumë pak dhe i duket sikur nuk fokusohen. Nuk fokusohen jo sepse lutja dëmton këtë ose kreshma dëmton lutjen, po sepse nuk jemi praktikuar me lutjen. Një kreshmim i vërtet duhet të shoqërohet gjithmonë me lutje. Dhe lutja duhet të jetë një lutje që buron nga zemra. Jo vetëm thjesht duke cituar ose duke përsëritur fjalë që shpeshherë nuk përqendrohemi. Padyshim që ne duhet të bëjmë atë që na ka mësuar kisha, që do thotë shërbesat. Gjithë lutjet që janë për shërbesa duhet i bëjmë, po duhet të shoqërohet vazhdimisht. Madje Shën Pavli shkruan që duhet lutemi pa pushim, që do thotë gjithë gjendja shpirtërore e njeriu duhet të jetë një lloj statusi i lutjes. Është një gjendje shpirtërore, por eksperienca e gjatë
e kishës dhe e gjithë praktikës shpirtërore në kishën tonë tregon që kreshmimi e ndihmon lutjen dhe i jep lutjes një fuqi shumë të madhe, sepse mendja fillon dhe drejtohet. Ato fjalë që shpeshherë mund të jenë dukur pa kuptim, fillojnë dhe marrin një kuptim shumë të madh. Sepse duke u ndriçuar, ato na mësojnë. Nëse do i lexojmë psalmet me kujdes, do fillojmë të kuptojmë që ato flasin dhe për jetën tonë personale, për gjendjet tona të ndryshme që janë ato. Dhe atëherë fillojmë dhe i kuptojmë këtë lutje. Dhe atëherë fillon një lutje me zemër, një lutje serioze dhe e përqendruar tek Perëndia. Kjo lloj gjëje na ndihmon edhe na forcon. Lutja ndihmon fuqinë për kreshmimin dhe kreshmimi i jep një fuqi akoma më të madhe dhe për qëndrim lutjes. Faktikisht dhe gjithmonë do të jemi të përullur. Sepse kreshmimi duhet kuptuar si një lloj mjekimi. Ne shpeshherë nuk i tregojmë gjithë sa mjekim marrim, sa ilaçe. Madje ka njerëz që vjezor të thonë këto gjëra. Nëse ajo shikohet si lloj mburrje, kjo është një rrezik shumë i madh. Prandaj dhe nuk duhet të treguar shumë gjëra. Por, nëse ne kemi shumë njerëz rrotull si një pjesë e dëshmisë që ne e mbajmë kreshmën, padyshim që do e mbajmë. Sepse mund të skandalizohen disa të tjerë, nëse nuk mbahet. Por mburrja me këtë gjë nuk na ndihmon. Madje mburrja tregon që ne se kemi kuptuar se çfarë është kreshma. Sepse si shkruan Shën Pavli në letrën që lexohet edhe sot në kish, që duke ngrënë ne nuk fitojmë në gjë tjetër, nuk bëhemi më të mirë, e duke mos ngrënë nuk bëhemi më të këqij. Kjo është një mjet, dhe ky mjet është për të arritur qëllimin kryesor. Që qëllimi kryesor është që ne jemi të përunjur dhe të jemi zemërdhëmshur. Sepse për çfarë arsye njeriu do t'i tregojë diçka tjetrit? Shpeshherë për të mburrur. Që sa i mirë është ky. Fariseu po mburrej me këtë gjë. Madje u mburr Perëndis, që nuk jam si këta të tjerët, agjeroj 2 herë në javë, të gjithë gjërat e tjera. Shpeshherë ne nuk duhet të tregojmë shumë gjëra që bëjmë vetë, se dikush mund të bëjë një kreshmim, ndoshta ka nevojë për një kreshmim shumë më të fortë. Dhe ndoshta mund të skandalizojë një vëlla tjetër që është më i dobët. Që do një lloj urtësie dhe mençurie për të tilla gjëra. Mburrja ne do na dëmtojë, sepse qëllimi i vërtetë i kreshmës e këtyre është për të fituar për urtësinë. Edhe nëse ne kreshmojmë, nuk ka ne diçka për të mburrur. Ne po kurohemi sepse jemi të smur. Nëse do shikojmë këtë formë, padyshim që nuk do gjejmë gjëra për të mburrur. Por njerëzit që shikojnë kreshmimin vetëm nga ana legalistike, si një lloj legji, rregulli, pa kuptuar që kjo është për shërimin tonë, nuk e shikojnë si një mjet për të arritur një qëllim akoma më të madh, ndoshta shpeshherë fillojnë mburren. Dhe mburrja shkatërron gjithçka tjetër. Njëri që fillon mburret, do të thotë njëri që nuk ka kuptuar asnjë diçka. Sepse si mund të mburret njëri që është shumë i smur? Mburret që pse jam i smur? Gjithmonë duhet të kuptojmë që të gjitha këto dhe këtë dua që ta përsëris, janë mjete për të arritur një qëllim akoma më të lartë. Nëse ne ndalemi tek mjeti, nuk e kemi kuptuar atë gjë. Kreshmimi është diçka e vendosur nga kisha dhe çdo i krishter ortodoks është i detyruar për të zbatuar atë gjë. Po jo për të mburrur përpara të tjerëve. Dhe vetë Zoti nuk ngjill ne jep porosin akoma më të qartë. Në thot kur agjironi, thot mos bëni si farisejt, thot. Që tregonin si të pikulluar, për treguar që si sa shumë janë dobësuar duke kreshmuar, por fytyra juaj të jetë e gëzuar. Për të kreshmimi nuk është një hidhërim. Kreshmimi është një gëzim. Le ta presim me gëzim kreshmën, thon troparët e kishës. Mburrja dhe mendjemadhësia janë ato që e shkatërrojnë jetën shpirtërore. Prandaj që duhet kemi një kujdes shumë të madh. Por padyshim që shpeshherë duke mbajtur kreshmën, ne tregojmë edhe për kushtimin ton, kashi mësimeve të kishës dhe zbatimit të këtij mësimi në jetën tonë përditshme. Kjo është një pyetje që është vështirë të japësh receta për çdo gjë.
Patyshim, gjatë asaj periudhe ne do i shmangemi shumë gjërave të ndryshme. Gjatë kësaj periudhës kreshmimit ne nuk mund të shkojmë në shumë darka, dreka, gjëra të tjera. Kisha në eksperiencën e saj shkollore gjithmonë na ka mësuar për disa gjëra shumë të rëndësishme. E para që ne jemi të detyruar që ta bëjmë kreshmën. Dhe shpeshherë është qëllimi mbrapa pse ne e bëjmë atë gjë. Sepse nganjëherë njerëzit ju pëlqen të hanë dhe gjejnë pretekstin që apo se isha të këta njerëz. Ne gjithmonë duhet të dëshmojmë për besimin tonë. E duhet ta mbrojmë atë gjë. Padyshim që në jetë mund të ketë disa raste që janë të jashtëzakonshme. Është një histori që tregohet tek libri Prologu nga Ori dhe tregon një histori. Historia është kështu. Nga fillimi i shekullit 19, Ori ne sundonte një be shumë i dëgjuar, Xheladin Beu. Madje edhe me Mitur Shkuteli ka shkruar diçka rreth këtij. Dhe ai kishte zënë një miqësi shumë të madhe me Kalinikun, që ishte peshkopi i Orit në atë kohë. Dhe një herë ishin arrestuar një grup shumë të madh, midis tyre edhe 25 të krishterë, që Beu kishte vendosur që t'i ekzekutonte. Edhe peshkopi shkoi për të takuar që t'i kërkonte që t'i lirante, nga që kishin zënë dhe miqësi me njëri tjetrin. Ndosë ishin besime të ndryshme, përsëri takoheshin dhe bisedonin. Dhe qelloi kur shkoi ky ishte e premtja e madhe. Kur u fut për takuar Beun, ishte koha e drekës. Edhe sjellin një qinj të pjekur. Edhe fton tryezët. Mbasi biseduan që i kërkoi ky, por nuk i kishte dhënë fjalën se çfarë do bënte. Kur shkon në tryez, vjen qingji i pjekur, edhe i thot peshkopi, thot be, thot si mund të haun, thot është e premtja e madhe, thot hajun mirë të pjekur kështu. I thaj, nëse nuk ha, thot nuk do i fal ata. Po hëngri do i fal ata. Dhe peshkopi bëri kryqin dhe hëngri dhe i liroi ata. Tani gjithse kush mund të mendoj sjelljen e këtij, sepse ai nuk vuri veten e tij, vuri të mirën atyre të tjerëve. Edhe ne, nëse do ndodhemi në situata të tilla, padyshim që është për të shpëtuar jetë, mund ta bëjmë. Por nëse ne e bëjmë për qefin ton, është një mëkat akoma dhe më i madh. Është një hipokrizi shumë e madhe. Kreshma është shumë e rëndësishme për gjithë secilin nga ne, edhe shpeshherë si një pjesë e dëshmisë së besimit ton. Nëse ne na ftojnë në shumë vende, për shkak njerëz që e dinë që ne jemi në kreshëm, a nuk është dhe një respekt për besimin? Sepse njëri që ka respektin, pse duhet të ftojë që të bësh diçka kundër asaj? Por në raste kur ndoshta kjo gjë mund të shpëtojë një jetë, padyshim mund ta bëjmë, siç ju tregova rastin e famshëm të peshkopit Kalinik, një peshkop i shenjtë i kishës tonë, një njeri shumë i thellë shpirtëror, që i gjendur përpara kësaj gjëje për të shpëtuar jetën e 25 vetëve, padyshim që e bëri. Kemi dhe raste të tjera nga Etrit të Shkretirës. Tregohet një histori për shën Mojsi Etiopianin. Etrit kishin vendosur që një javë të ishte agjërim. Dhe një ditë panë që po dilte tym dhe filluan të flisnin si ky ka prishur kreshmën, po gatuan diçka. Ati kishin ardhur disa miq vizitor dhe ju kishte gatuar diçka. Atë dielën në mesh kishin përfunduar kreshmimin një javor, mbasi mbaroi meshën igumeni dhe erdhën të gjithë për ta takuar. I thot Mojsiut, të lumë, thot Mojsi, thot, se patë ndërmend ligjin e Zotit, thot, dhe jo të njerëzve, që do thot që ai e prishi kreshmën për hir të dashurisë të vizitorëve që kishin ardhur, jo se donte ta prishte, sepse ai ishte njëri që shquhej për kreshmimet e tij të mëdha. Prandaj edhe shpeshherë është motivi mbrapa pse ne e mbajmë kreshmën. Nëse e shikojmë vetëm planin legalistik, ne mund të gjykojmë dhe të tjerët. Ti asnjëherë nuk e di pse ky person mund ta ketë prishur. Nëse një njeri për shkak nuk e dinte këtë historinë ta zëmë peshkopit Kalinik që u tregova unë, dhe shikonte duke ngrënë mish qingji ditën e të premte, do e gjykonte atë. Asnjëherë nuk do të gjykuar pa ditur pse, pa dëgjuar dhe personin vet. Dhe më e mira fare është për mos gjykuar asnjërin. Gjithsekush
në këtë udhëtim shpirtëror ka një raport personal ndërmjet tij dhe ndërmjet Zotit. Dhe kreshma dhe gjithçka tjetër që ne bëjmë ne janë mjete për të shpëtuar shpirtra. E nëse vepra jonë të shpëtojë një person, padyshim që jemi gati ta bëjmë diçka, po jo thjesht për të kënaqur dëshirën tonë se duam të ham. Prandaj në atë pyetje që thoni kur ndodhemi në raste siç është çdo vend i janë, nga që jemi një vend që ka besime të ndryshme, njerëz të ndryshëm, do ballafaqohemi me gjëra të tilla, më e mira gjithmonë është për t'u shmangur. Nuk është lehtë shpeshherë. Shëni Angojarti nuk shkonte nëpër darka, nëpër dreka, shumë vende. Madje shumë akuze e kanë bërë si mizantrop, që urren njerëzit, ai nuk shkonte se kreshmonte. Për sa mundemi t'i shmangemi. Por kur jemi detyruar nganjëherë që mund të jemi aty, t'i shmangemi aty ushqimeve. Mos të rrim shumë gjatë atje. Vetëm thjesht shkojmë për të respektuar atë person dhe mund të largohemi. Se nganjëherë jo vetëm thjesht që ne, se thosh, nuk japim dëshmi të fortë për besimin ton, por mund të skandalizojmë edhe të tjerët. Që përgjegjësia është dhe për veten, edhe për të tjerët. Përgjigjja e kësaj pyetje lidhet me atë që kemi folur deri tani, që për të kuptuar qëllimin e kreshmimit. Nëse mjeku jep një mjekim, e thotë duhet ta përdorësh 40 ditë, dhe ti mendon që mjafton 3 ditë, besoj që je i gabuar. Mjafton për çfarë? Sepse ne nuk kreshmojmë thjesht sepse na ka thënë kisha kështu dhe duhet bëjmë ashtu. Kuptimi thjesht vetëm si një zbatim të një urdhri. Ky është një shikim legalistik i besimit. Nuk është i kuptimit thellë. Kisha na thot në këtë gjë sepse është mirë për ne, ashtu si mjeku. Na thot një mjeku mirë, na thot që duhet ky mjekim, ka mjekime që vazhdojnë me vite, ka mjekime që janë dhe gjithë jetën. E njerëz që vuajnë nga tensioni, fillojnë mjekimin dhe thonë gjithë jetën do e përdorësh. S'mund të thotë ai unë do e përdor vetëm një javë. Sepse çfarë dobi do kesh nga ajo gjë? Është një shikim jo i rregullt, si e thosh, ose i cekat i kreshmës, sikur një lloj detyrimi. Dhe jemi në rregull me atë gjë. Raporti ndërmjet nesh dhe Zotit nuk është një raport legalistik. Është një raport shpirtëror, personal me. Ato gjëra janë për ne. Nuk është sepse Zoti ka nevojë për kreshmimin tonë. Siç thotë Shën Jeronimi që Zotit nuk kënaqet thotë nga kërcëllimi i zorrëve tanë, thotë. Por nuk ka rrugë tjetër, thot, për të mundur pasionet. Kreshmimi është i nevojshëm për ne, sepse duhet parë si mjekim. Dhe jo rastësisht, në gjithë të bisedë që po bëjmë, unë e fillova që për të shpjeguar që kreshmimi është një mjekim, dhe mjekimi është për të shëruar. Dhe kjo na duhet ne deri sa të shërohemi. Dhe na duhet gjatë gjithë jetës kjo gjë. Shumë shejtorë të mëdhej, të cilët bënin kreshmime jashtëzakonisht të mëdha, siç tregohet për Shën Jan Theologun, për Shën Antonin e Madh, i vazhdonin kreshmimet e tyre të forta dhe kur ishin mosha shumë të mëdha, rreth 100 vjeç. Sepse ata e kuptonin mirë atë gjë që ishte për të mirën e tyre. Një shikim legalistik, që mjafton që bëjmë ne këtë durimin dhe është në rregull për cilin. Kur thonë ato mjafton, do thotë mjafton për detyrimin tim ka shi kishës ose ka shi Zotit, siç e mendon ai. Është një vizion i cunguar. Ka arsye ndoshta shpeshherë shëndetësore shumë të mëdha që ati shpirtëror dhe mund t'i thotë që mos agjeroj ose mos kreshmoj, po duhet të jenë arsye të vërteta, arsye reale që do thotë që kreshmimi mund ta dëmtojë atë gjë. Po jo thjesht si një detyrim. Të parit si detyrim nuk do na ndihmojnë ne. Sepse ne nuk kuptojmë se çfarë është kreshmimi dhe nuk kuptojmë gjendjen tonë shpirtërore. Ne kemi nevojë për këtë mjekim për një kohë të gjatë. Kështu që zbatimi i kreshmës në 40 ditë është një detyrim për gjithë krishterët. Ne nuk mund të jemi gjykatësit. Mos mund të gjykojë çdo njeri pse agjeron, sa agjeron, si bën këtë formë, por që duhet kuptuar që kjo është për të mirën tonë. Dhe padyshim çdo njeri që do ketë probleme me këtë gjë, mund të konsultohet me atin e tij shpirtëror për të marrë një përgjigje. Mund të ketë njerëz që e kanë të pamundur, sepse mund të përdorin mjekime shumë të forta. Por pjesa më e madhe
atyre që thonë këtë pyetje, janë njerëz që nuk kanë probleme me atë. Po nuk duan që të kufizojnë ushqimin e tyre. Dhe e shikojnë raportin me Kishën dhe me Zotin si një lloj detyrimi. Kjo gjë nuk është mënyra se si e shikon krishterimi, qoftë agjërimin, qoftë lutjen dhe gjithçka tjetër. Është njësoj si thuash që për lutjen, sa herë duhet lutemi? E thash një herë, s'ka nevojë të. Ne lutemi gjatë gjithë jetës. Edhe kreshmimi është një proces që na shoqëron gjatë gjithë jetës. Deri në fund, deri në frymën e fundit, ne jemi në proces kurimi, në proces pendimi dhe një proces pastrimi shpirtëror. Kreshmimi, dhe me fjalën kreshmim duhet kuptojmë që është gjithë periudha e cila nuk është vetëm thjesht në kufizimin e ushqimeve, po është një periudhë meditimi për të parë realisht gjendjen tonë shpirtërore. Është një periudhë pendimi për të filluar një proces pastrimi shpirtëror. Sepse shpeshherë rrulli i jetës, proceset e ndryshme, hallet që kanë njerëzit, problemet, shqetësimet, i çfokusojnë nga kjo gjë. Dhe çdo vit ne na jepet mundësia për të rifilluar këtë gjë. Ne do ta shikojmë kreshmimin si një nevojë shumë të thellë shpirtërore që na duhet. Shumë njerëz ndoshta e kishin gjatë gjithë jetës në këtë formë, por njeriu shpeshherë duke qenë i kufizuar nga koha dhe hapësira, do disa pika orientimi. Dhe në këtë është ngritur dhe gjithë viti liturgjik. Dhe çdo vit ne na jepet një mundësi gjatë për t'i afruar kreshmën. Kreshma madje në kuptimin e thellë krishterë është parë si një dhuratë që na jep Zoti, një mundësi për ne për të fokusuar dhe për të medituar, që do të thotë që gjatë kreshmës, përveç se kufizimit nga ushqimet, ne duhet kemi një jetë më të thellë shpirtërore, do shoqërohet me lutje, me meditime, me lexime të ndryshme, dhe duhet të shmangemi jo vetëm gjatë kreshmës, por gjatë gjithë kohës rënieve në mëkat, që do thotë nuk mjafton vetëm thjesht kreshmosh nga ushqimi, por duhet kreshmosh nga shumë gjëra tjera. Gjatë kësaj kohe njerëzit duhet të jenë më të fokusuar, të kuptojnë që një jetë që është e çoroditur dhe merret duke akuzuar tjerë, duke shpifur, thashë theme, duke sharë, nuk e ndihmon atë vetë. Sepse si do pastrohesh ti kur grumbullon kaq shumë gjëra. Dhe na jepet çdo vit kjo mundësi, sepse njerëzit gjatë gjithë vitit grumbullojnë shumë gjëra që s'duhet i grumbullojnë brenda zemrës tyre. Dhe është një moment për t'u pastruar. Është njësoj si larja në kuptimin fizik. Padyshim në lajmi. Dhe në pasaj kohë përsëri mund të bëjmë pjesë. Po lajmi përsëri. Dhe kjo vazhdon vazhdimisht, është një jetë shpirtërore që vazhdon gjatë gjithë vitit, por në këtë periudhë kemi një fokusim shumë të madh. Është gjithë kisha që mobilizohet me shërbesat e veçanta, me leximet e veçanta, dhe është një shans i jashtëzakonshëm për gjithë secilin nga ne për të ekzaminuar më mirë veten tonë, për të fokusuar më tepër në shpirtin tonë dhe për të parë gjëra që ndoshta gjatë vitit nuk i shikojmë. Sepse njeriu grumbullon shumë gjëra të papastra gjatë gjithë jetës së tij. Ka nevojë vazhdimisht për një pastrim shpirtëror. Dhe kreshma na ndihmon që të përgatitemi edhe për një rrëfim. Rrëfimi është një lloj, se thosh, ripërsëritje, që mund ta quajmë këtë formë, e pagëzimit, e pastrimit. Ne kemi nevojë që vazhdimisht të pastrohemi. E kemi nevojë vazhdimisht që të rrëfehemi. Kemi nevojë vazhdimisht që të pajtohemi me Zotin nga gjithë ngjarjet ose veprat që kemi bërë që na kanë larguar nga Perëndia. Dhe ky moment është një moment shumë i rëndësishëm për ne për të përqendruar në të tilla gjëra. Prandaj dhe shenjtorët e mëdhej dhe kisha e ka parë kreshmën si një dhuratë jashtëzakonisht madhe. Dhe zakonisht njerëzit kur marrin një dhuratë gëzohen. Dhe ne kur afron kreshma, nuk do të na kapi trishtimi që nuk do ham një periudhë se do kufizohemi, por do të na kapi gëzimi që kemi përsëri shansin për të thelluar akoma më shumë jetën tonë shpirtërore.